Letërsia që lind nga përvoja mbetet e gjallë në kohë. Shefik Sadiku, poet dhe shkrimtar nga Trevat e Kërçovës, është një emër i njohur i krimtarisë letrare shqipe, me një veprimtari të gjatë dhe të qëndrueshme. Ai ka shkruar poezi, prozë dhe publicistik, duke qenë aktiv si krijues, organizator dhe mbështetës i jetës kulturore si në vendlindje ashtu edhe në diasporë. Si antar dhe drejtues i shoqatave letrare dhe kulturore, Shefik Sadiku ka dhënë një kontribut të çmuar në ruajtjen dhe promovimin e fjalës artistike shqipe, duke përfshirë edhe vepra të vlefshme për fëmijë dhe të rinj. Krimtaria e tij është dëshmi e përkushtimit ndaj letërsisë dhe dashurisë për gjuhën shqipe. Për kontributin e tij letrar dhe angazhimin e vazhdueshëm kulturor, Shoqata Votra e nderon me çmimin e kontributit letrar 2025.